bindje nuk është nëse e përdor buxhetin për blerë votë. Por përkundrazi është deformim vullneti politik. Ne mendojmë që qytetarët e Kosovës ka nevojë për shtesa, po duhet bëhet me ligj. Duhet rregullohet me ligj. Nuk duhet të jetë për fushata zgjedhore, duhet të jetë e përhershme dhe vazhdueshme, si dikush që ka jetuar në Perëndim e di që ka shtesa për fëmijë, e mbështetje për pleq, prej asoj që ka i thënë gjuhë gjermane Kinderhilfe, e deri të lloj mase fiskale. Unë mendoj që buxheti i shtetit 2026 është i tillë që krahas projektes të infrastrukturës duhet mbështetet të qytetarit, vetë vi prej një komune të vogël si Suhareka dhe prej një fshati në Suharek dhe di që nëse i mbështet studentët e tritë, e trejet, e familjet, ata që kanë shumë fëmijë, se unë kam pas dhe kam shumë vëllezër dhe motra, e di që gjitha këto çojnë peshë dhe demografia për neve është shumë e rëndësishme, por nuk bëhet kjo punë në fushat zgjedhore, sidomos se bën në fushat zgjedhore në 2 vitet e fundit një qeveri vazhdimisht në detyrë e cila çon vendin në zgjedhje dhe tani çohet blen edhe biletat të aeroplane me 2 milion buxhet. Këto bajnë vetëm autokracitë elektorale, të cilët nuk mendojnë për gjendjen që ka qytetari në rrafshin social, por cilët mendojnë për gjendjen që ka qytetari në rrafshin social, sa herë të vijnë vota e tyre. Dhe unë i ftoj qytetarët që i kanë marrë të hollat, i hangshin që thojnë me të shnosh dhe i pëlqef shneta, se kështu thojnë për katune, por votën mos ta tregtojnë, mos bëjnë asnjëherë një kompromis se një vullnet i këtij popullit nuk është nënshtruar kur historikisht për gjëra më të mëdha. Se s'po duhet me bë paralele. Si le më për një grosht votash në rrafshin elektoral. Po mendoj që shteti duhet me qenë më social. Këto propozime i ka Partia Demokratike e Kosovës, po ne mendojmë që duhet të jenë të rregulluara me ligj dhe ne mendojmë që mbi gjitha duhet të ketë rritje të pagave për sektorin publik kudo, 50% duhet ketë rritje të pensioneve, unë para 20 ditë që kam taku pensionist në pjesë të ndryshme të Kosovës, duhet ketë rritje të pensioneve për veteranët e luftës, duhet ketë bursa për student që zoti Hamza e ka një buxhet rreth 30 milion, po për studentët cilët vërtet mund të ofrojnë pozita edhe ma udhëhecën në të ardhmen në këtë vend, do të thotë buxheti i shtetit duhet përdorur se si i bie mirë individit, por edhe shtetit se si i bie mas 5 viteve dhe 10 viteve. Buxhetin të cilën e ka shpërndarë zoti Kurti kohëve të fundit. S'po përmeni tash sa a kishë mund të ndërtojmë një termocentral rreth 200 megawatt. Po ngres një temë tjetër, që është shumë strategjike. Në Kosovë ka rreth 5 studimeve të përfunduara për të ndërtuar 5 liçene artificiale dhe njëri prej temave dhe ju ndihni zoti Hoxha, e cila ka me qenë vendimtare për këtë vend, 5-6 vite, 10 vite, 20 vite të ardhshme, 50 vite të ardhshme, është siguria e ujit. Në një vend i cili ka problem me ujë, ka plot fshatra e qytetet të Kosovës, komuna, s'po du mi përmend, se jam kandidat për kryetar komune të cilët kanë problem me ujë. Ka shumë luftra në botë të cilat sot zhvillohen për ujë. Kosova është një prej vendet që ka mas pakti sasi të ujit, ka 3-4 studime të mëdha që janë bërë për 4-5 liçene të cilat duhet të ndërtohen në territorin e Kosovës, me që buxhetet që kanë nda për të bler votë, kishin mund të ndërtohen këto 5 liçene artificiale, qoftë në Kuçicë të Skënderaj, ku komuna ka problem me ujë, qoftë në Drenas në Verbovc, qoftë mes Shtimjes dhe Frizajt, që ka hapësirë për një liçen, qoftë në Suharek në Dragaçin, dhe janë studime të përfunduara, dhe nuk janë projekte cilat kushtojnë miliarda, as miliona. 20-30 milion mund përfundon një projekt i tillë, e kishë ndryshu edhe bujqësinë, edhe ujitjen, për gjëra tilla po flasmi. Dhe studimet janë në ministri, mbyllen në qershor, duhet me nis në qershor me ndërtu. Çfarë po ndodh këtë vend? Ky vend që me orientu projektin buxhetin drejt projekteve të cilat do të përfiton të qytetari,
Si kurse ne i kemë ndërtu autostradet. Me thonë, unë po mendoj se si mund duket Kosova 2030-ës, 2035-ës, 2040-ës, zoti Kurti mendon vetëm për zgjedhje, se na jemi shndru në një autokraci elektorale ku qeveria ekziston për të marrë zgjedhje, për të fituar pushtetin mbas zgjedhjeve, dhe këtij cikli do t'i thuhet jo me shtatëshor.